Tensionet mes Mateos dhe Brikenës duket se janë rritur ndjeshëm orët e fundit, duke sjellë një përballje të drejtë-për-drejtë mes tyre. Situata ka nisur nga pakënaqësitë që Mateo ka shprehur lidhur me sjelljet dhe reagimet e Brikenës, të cilat sipas tij kanë qenë të nxitura më shumë nga egoja sesa nga dëshira për të kuptuar njëri tjetrin. Gjatë bisedës, Mateo u shfaq i indignuar dhe i lodhur emocionalisht. Ai theksoi se ka pasur ngarkesën e tij personale dhe nervat e veta, duke lënë të kuptohet se nuk ka qenë në gjendjen më të mirë për të sqaruar gjithçka në moment. Sipas tij, Brikena është fokusuar më shumë te krenaria dhe hatri personal, duke mos bërë përpjekje reale për ta kuptuar situatën. Unë kam nervat e mia, gjërat e mia, ti e ke mendjen te hatri dhe egoja jote. Thua, kam krenarin time, prandaj nuk të pyes ty. A e kupton se çfarë thua? Ju drejtua ai asaj me tone të ashpra, duke e vënë në pikpyetje mënyrën se si ajo e ka menaxhuar situatën. Nga ana tjetër, Brikena u përpoq të shpjegonte qëndrimin e saj, duke theksuar se nuk ka dashur ta injoroj apo ta lëndoj Mateon. Ajo tregoi se e kishte pyetur 2 herë për gjendjen e tij, por duke mos marrë një reagim të qartë, kishte zgjedhur të tërhiqej. Kur të pyes 2 herë edhe ti më injoron, unë nuk të pyes më. Ti the jam nervoz me të gjithë dhe mendova se ishe nervoz edhe me mua, u shpreh ajo. Mateo, megjithatë, këmbënguli se ajo nuk ka bërë përpjekjen e duhur për ta kuptuar realisht se çfarë po ndodhte. Ai pretendoi se i kishte kthyer përgjigje dhe se Brikena nuk kishte shkuar më tej për të pyetur konkretisht se çfarë problemi kishte dhe me kë ishte i mërzitur. Sipas tij, ajo është prekur personalisht dhe ka zgjedhur ta lërë situatën pezull me një varja, pa kërkuar sqarim të plotë. Brikena u mbrojt duke thënë se reagimi i saj ka ardhur nga ndjenja e fajit dhe pasigurisë, pasi mendoi se kishte bërë diçka që e kishte mërzitur. Thash se çfarë i bëra unë, tha ajo, duke lënë të kuptohet se situata e ka prekur emocionalisht. Në fund, Mateo e mbylli diskutimin me një kritik të drejtpërdrejtë ndaj mënyrës së arsyetimit të saj, ke një logjik në disa raste pa lidhje fare. Debati mes tyre nxori në pa jo vetëm keqkuptime, por edhe mungesë komunikimi të qartë, ku secili prej tyre ndihej i pavlerësuar në mënyrën e vet mbetet për t'u parë nëse kjo përplasje do të sjellë reflektim dhe afrim mes tyre, apo do të thellojë edhe më shumë distancën në marrëdhënien që kanë krijuar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.